Në pikun e sezonit të vaditjes, me burime ujore të mjaftueshme, sistemi i vaditës në qarkun e Fierit po punon me kapacitet maksimal. Të dhënat nga Bordi Rajonal i Kullimit dhe Vaditjes flasin për një proces që mbulon rreth 40% të sipërfaqeve të mbjella në këtë periudhë të vitit. Me gjithë angazhimin e bordeve të kullimit pranë bashkive, uji në atë që quhet zonë fundore nuk mbërrin duke lënë mijëra hektarë tokë, përkatësisht në veri të Lushnjës dhe perëndim të Fierit pa vaditje. Kapaciteti i vaditës për tokat e Roskovecit këtë sezon është në proces përmirësimi me investimin për fuqizimin e 2 stacioneve të pompimit që marrin ujë nga lumi Seman për mbushjen e rezervuarit të Kurjanit. Me kapacitet më të plot vaditje, rezulton sistemi në bashkinë e Fierit, ku nga njëra anë burimi ujor është Vjosa dhe nga ana tjetër sistemi është pastruar duke furnizuar me ujë 60% të parcelave bujqësore. Kulmi i vaditjes dhe uji është i mjaftueshëm në të gjithë kanalet. Kanalet 80% janë të pastruar nga bashkia dhe niveli ujit është maksimal. Kërkesa nga njerëzit ka dhe ankesa nuk ka. Të gjitha kulturat kërkojnë ujë. Pemë frutore, në radhë parë, misrit, e kulturat të tjera. Gjitha, treshe, speca, domate, të gjitha kërkojnë ujë. Këto të stinës. Ujë kanali Kase punojnë në luleshtrydhja. Edhe ka pasur ujë, nuk ka pas problem. Në Lushnjë sistemi i vaditës furnizohet nga rezervuari i Thanës dhe lumi Shkumbin. Rezervuari i Divjakës furnizon sistemin për zonën, kurse në Fier lumi Vjosa furnizon kanalin Vjos Levan Fier, duke mbuluar pothuajse gjithë parcelat bujqësore në bashkinë e Fierit. Gjithsej në qarkun e Fierit kultivohen 103.400 hektar toka bujqësore, nga të cilat vetëm 40% furnizohen me ujë gjatë stinës së nxehtë. Pikat fundore janë zonat që ndodhen në fund të sistemeve vaditëse, ku uji nuk mbërrin për shkak të bllokimit të kanaleve nga banorët e fshatrave.